Mendoj që njeriu, gocat, çunat e tek 20-tat është shumë rrallë që e dim se çfarë duam, si në punë, si në jetë. Pra është pak e komplikuar se ti je duke gjetë veten dhe duke gjetë ty çfarë të pëlqen. Kështu që këto situationships që ne gjendemi, as mish as peshk të ri që mos tek put, lidhje fantazëm, çfarë do doni ju e quajmë, se nuk ka një fjalë në shqip. Unë mendoj që në këtë moshë ne kemi nevojë që të eksplorojmë, të dimë çfarë na pëlqen. Domethënë, dil me atë personin, shifet s'pëlqen, mos i fol më, për aq kohë sa jeni të dy koshient që në këtë gjë që jeni, ai dhe ajo e din që është kaq. Pra ti nuk je gati për një lidhje dhe ja bën të qartë personit tjetër, që mos ta marrësh me qafë. Unë jam dakord me këtë që thua ti, me këtë që thot Megli, po është pak edhe kështu kjo si unë kam dakord se ti ndërkohë që thua mos kërko llogari se çfarë jemi ne dhe thjesht shijoje, nga ana tjetër ti në këtë situationship se po i vendosim emrin se s'kemë çfarë të themi në shqip, krijon dhe ndjenjë. Unë jam Gjesi dhe çfarë po bëni nëse nuk keni bërë akoma subscribe në YouTube, andale urgjent tani.